Shishtaveci, toka e pastër, ajri i ftohtë. Në ndjellin e hapur patatet rriten të forta dhe të shëndetshme. Këtu çdo gjë zhvillohet në mënyrë natyrale. Puna bëhet kryesisht me dorë, me kujdes dhe përvojë. Jeta këtu është lidhur ngushtë me tokën dhe natyrën. Një komunitet i vogël, ku puna bujqësore është pjesë e përditshmërisë. Nga mbjellja deri te vjelja, çdo hap ndiqet me vëmendje. Kjo patate përdoret me gatime të thjeshta, por të njohura për shijen e tyre. Një produkt i rritur në kushte natyrore që përfaqëson zonën nga vjen. Është puna dhe kujdesi i njerëzve që e kultivojnë. Është tipikal